kuptuar krejt vonë, një 34 vjeçar është goditur për vdekjen nga vetura në rrugën Wesley Clark sonte në Prizren. Lajmi për Klan-Kosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai tha se rreth orës 19 policia ka pranuar informatën se në spitalin rajonal në Prizren ishte dërguar një person pa shenja jete sipas mjekëve kujdestar. Patrullat e policisë tha se kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është konfirmuar se personi pa jetë ishte I.O. mashkull rreth moshës 34 vjeçar. Sipas dhënave fillestare, viktima dyshohet se është goditur nga një veturë me targa vendore e drejtuar nga personi me inicialet DD rreth 24 vjeçar. Njësitë policore dhe hetuesit e aksidentit të trafikut kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është kryer edhe këshyrja e vendit të ngjarjes dhe lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar. Ndërkohë në ÇKUK gjatë ditës së sotme është operuar 5 vjeçari të cilit ema e tij dyshohet se i shkaktoi plagë të rënda në shputa.